Lutja 12 vjeçare e Shën Brigjitës, e njohur si 7 lutjet, në nderim të 7 herëve, kur Jezusi derdhi gjakun e tij. Kjo është një lutje që përfshin 7 lutje specifike, çdo ditë për 12 vjet. Premtimet e Krishtit për lutjen 12 vjeçare. Shpirti që i lut ato, nuk do të vuajë nga purgatori. Shpirti që i lut ato, do të pranohet midis martirëve, sikur të kishte derdhur gjakun e tij për besimin e tij. Shpirti që i lut ato, mund të zgjidhë 3 të tjerë, të cilët Jezusi do t'i mbajë në një gjendje hiri, të mjaftueshme për t'u bërë të shenjtë. Askush në 4 brezat e një pasnjëshëm të shpirtit që i lut ato, nuk do të humbas. Shpirti që i lut ato, do të bëhet i vetëdijshëm për vdekjen e tij 1 muaj më parë. O Jezus, tani dëshiroj të lutem lutjen e Zotit, 7 herë në unitet me dashurinë me të cilën ti e shenjtërove këtë lutje, në zemrën tënde. Merr nga buzët e mia, në zemrën tënde hyjnore, përmirësoje dhe plotësoje, aq sa ti sjell Trinis, aq nder dhe gëzim, sa ja dhe në tokë me këtë lutje. Le të derdhen këto mbi njerëzimin tënd të shenjtë, në lavdi të plagëve të tua të dhimbshme, dhe gjakut të çmuar që ti derdhe prej tyre. Rreth prerja. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Ati përjetshëm, nëpërmjet duarve të panjolla të Marisë dhe zemrës hyjnore të Jezusit, unë të ofroj plagët e para, dhimbjet e para dhe gjakderdhjen e parë, si shlyerje për mëkatet e mia dhe të gjithë njerëzimit të rinis, si mbrojtje kundër mëkatit të parë mortor, veçanërisht midis të afërme të mi. Amen. Vuajtja në malin e udhimve. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Ati përjetshëm, nëpërmjet duarve të patëmeta të Marisë dhe zemrës hyjnore të Jezusit, të ofroj vuajtjen e tmerrshme të zemrës së Jezusit në malin e udhimve, dhe çdo pikë të djersës së tij të përgjakur, si shlyerje për mëkatet e mia dhe të gjithë njerëzimit, si mbrojtje kundër mëkateve të tilla, dhe për përhapjen e dashurisë hyjnore dhe vllazërore. Amen. Fshikullimi. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Ati përjetshëm, nëpërmjet duarve të panjolla të Marisë dhe zemrës hyjnore të Jezusit, të ofroj mira plagë, dhimbjet e tmerrshme dhe gjakun e çmuar të fshikullimit, si shlyerje për mëkatet e mia
dhe të gjithë njerëzimit të mishit, si mbrojtje kundër mëkateve të tilla dhe ruajtje të pafajësisë, veçanërisht midis të afërmve të mi. Amen. Kurorëzimi me gjemba. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes sonë. Amen. Ati përjetshëm, nëpërmjet duarve të panjolla të Marisë dhe zemrës hynore të Jezusit, të ofroj plagët e dhimbjet dhe gjakun e çmuar të kokës së shenjtë të Jezusit, nga kurorëzimi me gjëmba, si shlyerje për mëkatet e mia dhe të gjithë njerëzimit të shpirtit, si mbrojtje kundër mëkateve të tilla dhe për hapjes së mbretërisë së Krishtit këtu në tokë. Amen. Mbajtja e kryqit. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes sonë. Amen. Ati përjetshëm, nëpërmjet duarve të patëmeta të Marisë dhe zemrës hynore të Jezusit, unë të ofroj vuajtjet në rrugën e kryqit, veçanërisht plagën e tij të shenjtë në shpatullën e tij dhe gjakun e saj të çmuar, si shlyerje për rebelimin tim dhe të gjithë njerëzimit kundër kryqit, çdo ankesë kundër marrëveshjeve të tua të shenjta dhe të gjitha mëkateve të tjera të gjuhës, si mbrojtje kundër mëkateve të tilla dhe për dashurinë e vërtetë të kryqit. Amen. Kryqëzimi. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes sonë. Amen. Ati përjetshëm, nëpërmjet duarve të patëmeta të Marisë dhe zemrës hynore të Jezusit, unë të ofroj birin tënd në kryq, gozhdimin dhe ngjalljen e tij, plagët e tij në duar dhe këmbët, dhe 3 rrjedhat e gjakut të tij të çmuar, që u derdhën prej tyre për ne, torturat e tij ekstreme të trupit e të shpirtit, vdekjen e tij të çmuar dhe ripërtëritjen e saj pa gjak, në të gjitha meshat e shenjta në tokë, si shlyerje për të gjitha plagët kundër premtimeve dhe rregulloreve brenda urdhrave, si dëmshpërblim për mëkatet e mia dhe të gjithë botës, për të sëmurët dhe ata që po vdesin, për të gjithë priftërinë dhe laikët e shenjtë, për qëllimet e Atit të shenjtë, për restaurimin e familjeve të krishtere, për forcimin e besimit, për vendin tonë dhe unitetin midis të gjitha kombeve në Krishtin dhe kishën e tij, si dhe për diasporën. Amen. Shpimi i brinjve të Jezusit. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote,
si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot. Na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e them Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Ati përjetshëm, prano si të denjë, për nevojat e kishës së shenjtë, dhe si shlyerje për mëkatet e të gjithë njerëzimit, gjakun dhe ujin e çmuar, që u derdh nga plaga e zemrës hyjnore të Jezusit. Ji mëshirshëm ndaj nesh, gjaku i Krishtit, përmbajtja e fundit e çmuar e zemrës së tij të shenjtë, më la nga të gjitha fajet e mia dhe të tjerëve për mëkatin. Uji nga brinjët e Krishtit, më la nga të gjitha ndëshkimet për mëkatin, dhe shuaj flakët e purgatorit për mua, dhe për të gjithë shpirtrat e varfër. Amen.